Ilir Vrenozi, banori i 4 i Big Brother VIP Albania 5, sjell tensionin politik në ekran. Ilir Vrenozi, figura e njohur e politikës së Korçës dhe një nga emrat më të përfolur në skenën politike shqiptare, konfirmohet si banori i 4 që do të hyjë në shtëpinë më të famshme të Shqipërisë, Big Brother VIP Albania 5. I njohur për qëndrimet e tij të forta, deklaratat padorashka dhe mënyrën e drejtpërdrejtë të komunikimit, Vrenozi pritet të sjellë një frymë të re dhe dinamika të forta brenda shtëpisë. Hyrja e tij nuk është thjesht një zgjedhje për të shtuar numrin e banorëve, por një lëvizje strategjike që synon të ndezë debatet dhe përplasjet e mendimeve midis banorëve, duke garantuar momente që nuk do të kalojnë pa u komentuar nga publiku. Pritet që çdo veprim, çdo fjalë dhe çdo reagim i Vrenozit të analizohet nga shikuesit, të cilët do ta ndjekin me kujdes çdo hap të tij. Nga debatet e ashpra te momentet e papritura dhe tërheqëse, roli i Ilir Vrenozit premton të transformojë edicionin e 5 në një sezon më të ndjekur dhe më diskutueshëm se kur më parë. Publiku tashmë ka filluar të spekulojë se cilat alianca do të formohen dhe cilat përplasje do të shpërthejnë, ndërsa vetë banori i 4 i Big Brother VIP Albania duket se ka marrë vendimin për të lënë një gjurmë të paharrueshme brenda shtëpisë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.